bën që është jashtë. E vetmja përgjigje e kësaj aktore të dobët, e këtij skenari paq të dobët të ndërtuar, do i përgjigjet ajo vetë në gjykat. Ka thënë Sajmiri më njëherë sapo Egla Ceno bëri atë deklaratë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Kështu që më pas gjykata penale e Tiranës ka dënuar me 1 milion para pak ditësh me 1 milion lekë të vjetra gjob aktoren Egla Ceno, e cila akuzoi për veprën penale të shpifjes nga moderatori. Pas deklaratës Eglës ka reaguar Sajmiri dhe tha se do i shkoj deri në fund kësaj gjëje. Në procesin gjyqësor të zhvilluar më pas, Egla ka sjell disa, për hir të fakteve, Egla ka sjell disa versione mbrojtje. Fillimisht ajo deklaroi se kishte frikë të paraqitet në gjykat. Më pas ajo pati një tjetër deklarim dhe tha se nuk kishte përmendur Sajmir Kodrën pranë atë deklaratë bombastike, duke justifikuar se kishte thënë vetëm emrin Kodra pa përmendur emër. Në një seancë të mëvonshme, ajo ndryshoi sërish qëndrim duke pohuar se deklaratat e saj nuk ishin të bënin me Sajmir Kodrën personalisht, por me një kauzë simbolike për gratë e abuzuara seksualisht. Dhe më në fund, erdhi përgjigja, erdhi fundi një procesi gjyqësor, i cili me sa duket hëngri rreth 2 vite kohë. Edhe siç u mësua nga të gjithë mediat pra treguan se Egla Ceno u shpall fajtore dhe është dënuar me vendim gjykate me 1 milion, pra gati 1.000 euro, lek gjob pasi, sipas gjykatës, deklaratat e saj u vlerësuan si shpifje dhe dëm i padrejt ndaj reputacionit të moderatorit Sajmir Kodra. Kjo ishte fjala e gjykatësve pra, ndaj asaj që u lëshua në një spektakël aq të ndjekur sa që është Big Brotheri. Por ndërkohë, Egla e kujtojmë edhe një herë që thotë, për sa më përket, nuk ka fitore më të madhe se sa qetësia, që e di se kush je. Zhurma kalon, njerëzit harrojnë, i rikthemi edhe një herë mesazhit të Eglës, dhe shpifje është kur një sistem i tërë thotë, ne nuk duam të dëgjojmë. Nëse kjo deklaratë cilësohet si shpifje, atëherë çdo grua që flet për ngacmim, për dhunë apo për abuzim, rrezikon të ndështohet. Prandaj kam ndërmend ta vazhdoj këtë betejë ligjore dhe ta çoj edhe në hënë. Nëse në hënë, thot Egla Ceno, do të ketë shkallë gjykimi. Pra me sa duket, kjo histori do të vazhdojë deri në pritje të vendimeve të tjera.